Fshati Zymi Hasit shtrihet në krahinën e njohur të Hasit, një trev me histori të lashtë dhe me tradita të forta shqiptare. I vendosur jo larg nga Prizreni, Zymi ka qenë gjithmonë një vend i lidhur ngushtë me zhvillimet historike, kulturore dhe kombëtare të Kosovës. Ky fshat nuk është vetëm një vendbanim i zakonshëm rural, por një vatër e rëndësishme e kulturës dhe arsimit shqiptar. Në periudha të ndryshme historike, Zymi ka qenë strehe veprimtarëve të shquar që kanë kontribuar në ruajtjen e gjuhës, identitetit dhe traditave kombëtare. Shumë mësues, klerik dhe patriot nga ky vend kanë luajtur rol të rëndësishëm në përhapjen e dijes dhe ndërgjegjes kombëtare, sidomos në kohën kur arsimi në gjuhën shqipe ishte ndaluar. Historia e Zymit ka kaluar nëpër sfida të shumta, banorët e tij kanë përjetuar periudha të vështira, duke filluar nga sundimet e huaja, varfëria ekonomike e deri tek trazirat dhe luftrat më të fundit në Kosovë. Megjithatë, pavarësisht këtyre vështirësive, fshati ka ruajtur identitetin dhe shpirtin e tij të fortë. Një nga fenomenet më të dukshme që ka prekur Zymin është migrimi. Gjatë dekadave të fundit, shumë banor janë detyruar të largohen për një jetë më të mirë. Një numër i madh i tyre jetojnë dhe punojnë në Kroaci, ku kanë ndërtuar jetë të reja, por pa harruar asnjëherë vendindjen. Këta mërgimtarë mbajnë lidhje të forta me fshatin, duke e vizituar shpesh dhe duke kontribuar në zhvillimin e tij. Sot, për fat të keq, në Zym kanë mbetur vetëm pak banorë se sa dikur. Shumë shtëpi janë bosh, ndërsa jeta që dikur lulëzonte në çdo lagje është e zbehur. Megjithatë, kujtimet, traditat dhe rrënjët e forta familjare vazhdojnë të jetojnë, si tek ata që kanë mbetur, ashtu edhe tek ata që janë larguar.